Aktori dhe moderatori i njohur Agron Llakaj ka ndarë një dëshmi rrënqethëse për humbjen e bashkëshortes së tij të ndjerë Konstantina, duke sjellë në vëmendje dhimbjen, forcën dhe dashurinë që e shoqëroi deri në momentet e fundit. Nuk mora amanetin nga Konstantina, nuk pranova, ka mbajtur më shumë se sa duhet, rrëfeu Agroni, duke treguar se nuk mund të pranonte ide të largimit, ndarjes apo detyrimit të fundit, sepse për të, ajo ishte zemra e familjes. Në podcastin e Grida Dumës, ai kujtoi udhëtimin e fundit në Turqi, ku shpresa mori fund. U zhgënjyem, se kur ikëm në Turqi, herën e fundit, thikën e mora unë. Doktori më mori më një anë, më tha se mbaroj. I thash ti sikur the 5-6 vite. Çdo gjë do ta shisnim për të fituar jetën e Konstantinës, u shpreh aktori. Megjithatë, për 2 javë me radhë ai mbajti të vërtetën i vetëm. Unë duhet të gënjeja. Për 2 javë nuk e di si rrotullohesha. U a thash fëmijëve dhe vazhduam silleshim sikur s'kish ndodhur gjë, deri në fund. Ndërkohë Agroni vijonte të shfaqej në ekran, duke buzëqeshur për ta mbrojtur shpirtin e saj. Unë e dija që ishin ditët e fundit, dhe dilja në emision, qeshja me shpirt në ekran, që ajo të thoshte, ai qesh, unë jam mirë. Një nga momentet më të ndjeshme ai e kujton me zë që dridhej. Në momentet e para nuk e kupton se ku je. I kërkova vajzës, i thash, zemra e babit, mami e meriton të ikë një nuse e bukur. I kemi bërë grim profesional. Kemi qëndruar të dy aty, duke qarë, duke e grimuar. Ndërsa periudha pas ndarjes rezultoi edhe më e rëndë. Për shumë ditë dhe net nuk kam dashur të jetoj. Doja të ikja, të bashkohesha. Fëmijët më janë përgjëruar. Babi jemi ne. Përfundon rrëfimin në rrënqethës Agron Llakaj. Arti i betejës së fjalës me syt. Pastaj dorë të kitit t'japim vlerësimin. Çfarë mbetet është shija. Ju uroj gjithë mirat edhe një herë, një muaj të mbarë dhe të gëzuar. Nga unë Agron Llakaj, qofshi mirë. Miq të dashur, përshëndetje. Jemi në datën 1 korrik dhe e kam për kënaqësi t'ju uroj nga zemra paçi një muaj të mbarë. Ashtu sikur se është një muaj vere, ku disa kanë darë ta kalojnë me pushime, të tjerët në punë, pra gjithë lloj temperature dhe kohe në mënyrën e vet dim të përshtatemi. Por sido që t'jetë dhe kudo që t'jeni, e kalofshi sa më bukur, shijojeni çdo ditë, falni sa më shumë dashuri. Tani këto këshillat sikur e kalojnë që ka të sensin e masës, megjithatë unë kështu e ndjej dhe kështu e them. Nuk ka gjë më të bukur dhe nuk ka pasuri më të madhe se sa të festosh, të gëzosh, ose qoftë edhe sikur një shqetësim ta kesh, por lumturinë e madhe kur e ndan me ata që janë njerëzit e tu të zemrës, me familjen. E kur i ke që të gjithë rrotull, je super milioner, je super miliarder. Shijoni dashur miq. Shijoni dashurinë, shijoni familjen, në fundit ky është edhe kuptimi i jetës. Paralelisht me urimin për një muaj të mbarë, kam kënaqësi të ndaj për gjithë publikun Dibran, se në datën 5 korrik, ditën e shtunë, në orën 19, në shtëpinë e kulturës Akis Tërmili, unë bashkë me stafin tim të Alpazar, do të jemi mysafir. Do të jemi mysafir në Dibër, sepse disa thonë që nuk e di pse do të jetë i veçantë ai qytet, ose më saktë ajo krahin. Nga Dibra janë gjitha drejtuesit e Spakut, po dhe unë në stafin tim i kam 3 Dibran. Ani nuk e di se çfarë është, por ne do vëmë të ndajmë këto temperaturat e larta që janë, ne do vëmë të shohim në një mënyrë me humorin tonë, me të qeshur, duke bërë një mbrëmje të freskët atë të shtunë, e di shumë mirë pritjen dhe bujarin Dibrane. Na prisni, shpresoj që të kënaqemi e ta shijojmë atë mbrëmje të dyja palët, publiku dhe ne. Në fundit, kënaqësia më e madhe për çdo lloj aktori humori për artin e tij është takimi dhe kontakti me publikun. Është arti i betejës së fjalës me syt. Pastaj dorë të kitit t'japim vlerësimin. Çfarë mbetet është shija. Ju uroj gjithë mirat edhe një herë, një muaj të mbarë dhe të gëzuar. Nga unë Agron Llakaj, qofshi mirë.